3 persona janë arrestuar në lidhje me vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja ditën e hënë në gjykatën e apelit të Tiranës. Në pranga ka rënë autori Elvis Shkambi, xhaxhai i autorit Gjon Shkambi, si dhe punonjësi i sigurisë që ka lejuar autorin të hyjë armatosur në sallën e gjyqit. Gjyqtari Astrid Kalaja u ekzekutua në sallën e gjyqit të gjykatës së apelit nga Elvis Shkambi. Autori ka qenë i pranishëm në sallën e gjyqit ku rreth orës 14 kishte nisur një seancë për një çështje në të cilën 30 vjeçari ishte edhe vetë pale gjyqit. Më pas seanca ka vijuar normalisht, derisa gjyqtari Astrid Kalaja u njoh me pretendimet e të dyja palëve. Disa minuta më pas gjyqtari ka dhënë një vendim në favor të palës kundërshtare të Shkambit, Babe Bir, Agib dhe Ervis Kurtaj, të cilët janë plagosur dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën në spital. Shkambi e ka qelluar me pistolet gjyqtarin sapo ka dhënë vendimin. Pas krimit të kryer brenda gjykatës, autori ka dorëzuar armën roje së sigurisë së gjykatës dhe më pas është larguar tek oborri i gjykatës, ku jashtë ishte edhe patrulla e policisë. Autori nuk ka bërë rezistencë dhe ka qëndruar në ambientet e oborrit të gjykatës derisa efektivët i vendosën prangat.